Përshëndetje, me që takuam sërish tek emisioni i showbizit vendor Ekspres Roz. Sot po e filloj me një zë të mrekullueshëm të skenës shqiptare. Është fjalja për Ganimete Abazi Nganën. Vjen për herë të parë në Ekspres Roz për të rrëfyer më shumë rreth jetës dhe karrierës së saj. Është padyshim një nga zërat më të mirë të muzikës shqiptare. Ganimete Abazi Ganja, për 30 vite pranishme në skenë, ka arritur të mbetet po e njëjta dhe të rrëmbej simpatinë e publikut të gjitha gjeneratave. Po, drejtë më thonë, edhe nuk kam dëshirë me bo eksperimentet, më se përderisa publiku prej viteve 90 është mësu me pa gane normal, po a kalon, gjanat modernizona e kuptohet, po du t'jem ajo ganja që publiku më kam pranu t'il edhe du të vazhdoj kështu. Eksperimentet e rrymave në tregun muzikor shqiptar viteve të fundit, për të cilat Ganja nuk njihet as pak, kanë qenë edhe arsyet e largimit nga skena për një kohë. Pak po, deshta mu shetit pak. Jo, ajo po, normal se fatmirësisht familja më jetojnë shumica jashtë edhe pata nevoj për qatë ko pushe me bo. Jo larkë skenës, larkë asoj se gjithmonë kam përcjell që apo ndodhë, që apo bëhet. Pak filloj tregu mu përzi shumë edhe nuk më pëlqej e periudhë që jo që nuk disha se çka me bone për vetën, po drejtë më thonë nuk dojsha me u largu prej stilit teme, po diçka më ndryshe. Për atë arsye, ajo ka qenë një periudhë që me qenë se kom punu edhe në atë kohë, kom bo projekte, po jo shumë e praneshme. Ajo ka qenë, tani ma ndeta është gone që me siren edhe punova prapë. Mirë pafshim, Kosovën e lirë. E kujt nuk i vije në mend vargjet Miru pafshim në Kosovën e lirë, ku përmendet emri i Ganës. Kjo këngë e publikuar 17 vite më parë e që akoma pëlqet edhe nga Ganja, cilësohet si një letër njoftim i saj. Kam këngë shumë që më pëlqejnë të mijat, veç du me veçu Miru pafshim që është një këngë tash 17 vite të ujse në skenë, dhe jo që më pëlqen, po është komplet një këngë që gjithmonë e kom dasht me pas një mega hit ashtu. Edhe në gjithmonë pse kanë qenë këngë edhe ma hershme të mira, dhe më thonë që djali i mirë kanë qenë hitet mëdhaja, po në mendoj që Miru pafshim ka qenë tamam ajo kënga që u dasht me pas, edhe gjithmonë them e kom letër njoftim timin atë këngë. Për gjatë 3 dekadave karriera e saj u ndërtua vetëm suksese dhe larg çdo skandali. Emri i saj në median roz është lakuar vetëm në aspektin profesional dhe të qenit aktiv në media me skandale dhe detaje nga jeta private nuk kanë qenë asnjëherë synimi i saj. Nuk po di përderisa kur zbën skandale dhe nuk synon për më konë atraktive dhe aktive në për media, në për revistat ndryshme. Unë menoj që kjo është rezultati jem përderisa kom bo punën që shduhet. Jam mundu gjithmonë me konë jo më pah për gjana tjera. Jam mundu me pas gjithmonë mirë me kolegët, me fansa, për atë arsye dhe nuk ka mujt mu shkru diçka, po me bo një skandal se e kom pa kove të fundit, po bojnë diçka skandal për më konë aktuale në për media. I falenderoj Zotit mas pari dhe vetës tem që jam begi e durushme në këto gjana dhe mirë. Jam e knaqën për derisa, nuk është shkruaj diçka për mu keq, se s'kum dasht asnjëherë me bo keq, kurçë. Kur jemi te jeta private, këngëtarja ako më parë u përfol për një martesë të mundshme, por si duket në këtë aspekt nuk ka ende asgjë të re nga Ganja. Është e çuditshme se na martojnë shpesh, na kretë këto gjana, po nuk e di, për vete më pato pak, jo lajmë befasu, se fundit gazetarët për ata janë, po si do që t'jetë, unë këmë thonë, gjanat private dhe janë private, vetë fjalla, privatësi, nuk më duket shumë e logjikshme mu marë me gjanat familjare, se na jem skenë, do me thonë, për këndim, për prezentim, për këto gjana. E ato nëse dëshiron, i publikon, nëse s'dëshiron, i ma për veti, është shumë normale. Përderisa pysim, si zakonisht fansave ju interesonë me i di, po
Thash, më duket kjo pyetje dyqysh se di pse, nuk më duket shumë e mirë, përderisa unë e mendoj kohën kur unë jam e gatshme, i mendoj gjonat e mia se na pak e kemi jetën ma të vështirë në aspektin se nuk kemi edhe kohë më marrë me vetën tonë shumë, përderisa kem punë. Po, momentin kur unë e thonë kur të shkruan Zoti dhe ka menduar dhe nuk kem ka ikëm, si gjithmonë mundohemi me shty atë pjesë. Kjo është. Edhe pse unë deshta me ndërlidh këto, kohët e fundit jam shumë aktive, kupton, edhe çaj është. Dyqysh po pritojna me i ka jo pjesë tjetër. E gjithë rrugtimin e saj në muzikë që padyshim mund të cilësohet si shumë i suksesshëm, Gania ja dedikon një personi shumë të dashur të saj. Drejtë më thonë, po vllau tim të madh se ai ka qenë shkaktari kryesor që faktikisht ma ka thonë për krajen maksimale. Normal që familja komplet, po ai ka qenë iniciatori i parë. Se në atë kohë, ai ka qenë grupin dramatik me një shoqni Kosova për para ku ka qenë. Edhe mu më ka marrë, një më kam klasa e 4 edhe më ka marrë aty, dhe tash normal unë e dëshirën me këndu me njëherë. Edhe jëmë konë me vogla dhe më kanë majtë shumë, më kanë përkra krejt. Këti definitivisht, se për para ka qenë ma vështirë me udhëtu, me bolti, me gjata, ma ndryshe ka qenë situata. Po, ai asnjëherë nuk ka hezitu më thonë nalju apo mos shko, apo se për para u konë ma ndryshe shumë. Kështu që atina komplet ja kisha dediku dhe e falenderoj shumë. Ndryshe, Yll Fare mban titullin projekti saj i fundit i publikuar ditë më parë me videoklip. Pas kësaj këngë, Gania do të vijë dhe me risi të tjera, pasi sipas saj, një këngëtar i mirë brenda vitit patjetër duhet të paraqitet të mos së paku 2 këngë të mira. Si a ka ndryshuar jetën vajza e reperit Ellinell, a ka filluar të fitoj ai nga muzika, si dhe çka është duke punuar aktualisht, na flet vetë reperi tek historia në vazhdim. Një prej reperëve më të talentuar shqiptar, Ellinell e ka vërtetuar këtë epitet me projektet e tij tashmë shumë të suksesshme. Ka vite që mirret me muzikë, e veç kënaqësisë e përmbushjes shpirtërore që i ka sjell muzika deri më tani, artisti më në fund ka filluar të shohë rezultatet edhe në aspektin material. Mos komercializimi i muzikës që ka krijuar që nga fillimi, ka bërë që pritja dhe rruga deri te fitimi të jetë më e gjatë. Unë prej muzikës, investimin që e kum jep, deri tashti kum ja nis me korë. Se u kom plana fat gjatë dhe çka nashta më ka bu mu dallu prej tjerëve është që nuk ju më gut. Edhe kum duru, kum prit, kum punu, kum pagu, pa menën me fitu. Do më thonë kum bu investim. Si njeri që vetë financohet, kum shti çka kum pas. Si në kong, si në klipe, si të e kry ka njëherë edhe rolin të bu edhe klipe ma amatoreski me thonë. U do është më marrë edhe me organizim të njerëzve me gjithë shka. Në këtë pikë më kanë ndihmu dhe shoqënia e mahallës, se për meni shpesh më kanë del për aktrim edhe ata plot. E kësha pas qef me po edhe na jonin për ty në qasun me nej projekt ma serios, profitabil edhe për ta. Mirë po, që ceka dhe në fillim, prej këti viti e tutje, kena me nis me korë që kena mjellë. E puna e palatshme ndër vite, reperit po i shpërblet në periudhën më të rëndësishme të jetës së tij. Kur të bërit bashkëshorte e baba, ka ndryshuar granitin në çdo aspekt. Po tashti nuk jam veç Ellinell reperi, tashti jam edhe babë edhe bashkëshort. E dikurin po veç në lidhje. Tashti edhe bashkjetojna, ka ndryshu shumë sa në jëmë bozët shpije, tamon. Edhe dora përgjithësis u rritë. Edhe normal që më ka ndryshu mu shumë si person. Ka bo ma serios, më ka bo me po qka është e rëndësishme, qka së është e rëndësishme. Mi ka kjartësu sanët. I di për parësit e mia. Në përparësit e mia, unë jam tek i tretë. Kështu që qka dhe që bëj për familjet është. Ska se bëj unë e këto.
nuk guxeju në shkaku i bindje fëmija për personale, për shembull, me lo me hek keq fëmin tem, se s'ja vlen, s'ka fare. Për Express Roz, artisti rrëfen se sot hobi i tij dikurshëm, të cilit i është përkushtuar tërësisht, i është shndruar në profesion, por dikur për të fituar ka punuar çdo lloj pune. Unë jashtë muzikës, e ceka dhe ma herët, përpara unë thjesht hobi, u kom veç hala është edhe hobi, mirë po ju ka shtu edhe një farë lloj përgjegjësie, u bo dhe profesion të është. Të është e kam profesion muzikën. Edhe si profesion kur e konsideraj, pres me fitu pisoj, dhe pres më shpërbly për ato që e bëj. Përpara, je marrë me gjithë shka. Ta është veç me muzikë, edhe qa do që të ka të bëj me muzikë. A ke tekste, a ke me bukong, qka do. Reperi ka realizuar disa bashkëpunime me artistë të njohur të skenës dhe për çudi profitin më të madh në karrierën e tij, ja solli bashkëpunimi për të cilën mori më së shumti kritika. Krejt jenë të rëndësishëm, as të një më pak i rëndësishëm. Për shembull, edhe bashkëpunimi me Fjollën. Shumë njerëz kanë kritiku për këtë bashkëpunim. Mu shumë më pëlqen që e kumë bu. Edhe e kumë bu me vetdijet plota, edhe kumë di që e kumë bu. Edhe e kumë dëshmu një pikë me to. Edhe për ka ona profitabile, e sene mas shumë t'i ka pru qaj bashkëpunim. Mas shumë t'i pare më ka pru qaj bashkëpunim. Me Albanin, gjithashtu është projekt shumë i madhë, është që nuk ka pas mosh që nuk e ka pëlqy. Edhe nuk ka pas person që e ka ndëgju dhe s'na ka komplimentu për punën që e kena bu. Njëkohësisht edhe me Butrintin, u kon edhe ai projekti suksesshëm. Se ka trajtu një temë lirikisht, u kon nivel, gjithçka u kon mirë. Kështu që pi krejt bashkëpunimeve deri tash pi bashkëpunimet i kam suksesshme. Pa harru edhe bashkëpunimin që e ka me 2x2-shin në album tina Hipokrit që e ka emrin Konga. Edhe ajo ka pas sukses edhe u prit mirë, ka pas kritik mirë me po. E kur vjen puna të reperët tjerë dhe pyetjet e shumta që i drejtohen lidhje me raportet me ta dhe muzikën që kolegët e tij të skenës kultivojnë, Ellinell ka disa fjalë. Për këta puna kur vjen të reperat që në pysin, në kësha pas që me cek që nuk jem reportera, jem reper vetë dhe nuk mirë nga me mbulimin e historie që a bujnë tjerë. Ndryshe, që mos titullohet projekti i fundit i Ellinell që erdhi i realizuar me një videoklip mjaft interesant dhe të guximshëm, ashtu siç është edhe kënga. Me këshyr klipin të kallëzon vetë, pse se është i guximshëm për arsye se kur nuk e din që shmënë me reagu populata ndaj një diçkoje që është e re. Shpesher ndryshimi i frikson njerëzit. Kështu që qaj u konë rreziku, se këshu mujt me lujt në sigurt, në me bona i konë që e di sigurt që ju pëlqen. Edhe me pas rezultat mirë, të knaqshëm. Po kështu kena rreziku edhe na ka dalë me rezultat pozitiv. Pas këtij projekti, në radhë janë edhe 3 bashkëpunime me artistë të frymave të ndryshme. I pari i cili është me një mashkull, pritet që gati për publikun të jetë në fund të muajit mars. Kështu të dashur shikues, u kthyem në studio për të vazhduar me intervistën e gjatë. Sot në studion tonë simpatike, është një vajzë super seksi, një prezantuese shumë e bukur, Luana, mirë se erdhe. Faleminderit me se u gjeta gjithashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që gjete kohë të vish në studion tonë. Më në fund. Në fund. U takuam. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Unë e dua gjithmonë sa herë vi atmosferën, jehonën, gjithçka që ka Kosova. E ke vrejt nga Kosovarët në momentin që tako me dikon Shqipnis, mundohem automatikisht me fol nga dialektin. Po, dhe ndodh e njëjta gjë. Edhe filloj me dërshtu, kështu që unë po foli kosovarë. Jo, flit shumë mirë, shpresoj që gjatë kohës mos të marru nga dialekti juaj, se edhe mua më ndodh kjo që kur vi këtej. Shumë ëmbël të del. Po, mundohem të përshtatem edhe ja nis flas
me ca fjalë që as nuk e kam fjalor, nuk e di nga jam ndalin. Kështu që dhe ta kupton pak publiku që po mundohem me mu gjithë një gjuhë për bashkë. Jo, Flitet shumë në për showbiz ndër femrat që flitet më së shumti, atë pengon kjo, atë pëlqen ndonjëherë. Faleminderit, po e marr si kompliment. Të them të drejtën, nuk është se e kam shumë mendjen se sa përflitem. Në sensin, ndonjëherë ti përflitesh për keq, ndonjëherë për mirë. Po thonë që çdo publicitet të bën mirë nëse do ta mbash karrierën lart, kështu që vëmendja sido që të jetë e mirë ose e keqe, ndonjëherë mua mund të më pengoj, po për shembull njerëzit e mi më të afërt, stafi i menaxhues thonë gjithmonë që publiciteti është i mirë, kështu që me këtë fjali e pranoj edhe ç'të bëj. Okej, atë kthejmë mas pari te fëmiria jote, të flasim pak se çfarë fëmijë ka qenë Luana. Sa herë shohin miqtë e mi këtë foton, më thonë, këtu nuk ka asgjë, ka vetëm 2 pika në sy. Se i kam sy të mdenj, rrumbullak edhe 2 gjëra të zeza, pastaj se çka ka tjetër fytyra nuk shihet. I kam pas të flokët kështu si tas. Atër gjithë na i premin kështu më lehtë ishte. Tani nuk e di çfarë moshe mund të kem qenë këtu. Mami thotë që jam shumë e vogël, po mua nuk duket vetja kaq shumë e vogël. Po të them të drejtën, mbasi kam kaluar këtë fazën ku u përgëdelsha nga gjithë pjesëtarët e familjes se u nisa për çun, po dola një gocë. Dhe isha e vogla, dhe gjitha këto gjërat me radhë. E kam thënë edhe disa herë më përpara që ndoshta nga rastimi ose edhe nga emri më shpërshtat kështu, edhe nga karakteri, kam qenë e egër, kam qenë goxha e egër, Kalvina. Nëse nuk u bindja, për shembull nëse nuk më bindin për diçka, unë shkoja tek muri dhe më plasja kokën, nuk e di si nuk kam mbet me pasoja, shumë sa po për të plotësuar. Pastaj filloi ky procesi i ngrënies me dhëmb, këgjeja përpara. Pastaj filloi procesi që gjithë shoqjet u zhdukën se fillove me hongër krejt. Po, shqyr Zotit që në një moment të jetës mora formë edhe u bëra femër se si duhet. Ja, këtu kam nisur të kuptoj që jam një vajzë. Cilat kanë qenë dëshirat e tua të para si fëmijë e mon mend? A ke thonë që po më bo prezantuse, doktoresh, pilote? Mami më thotë që gjithë jetën tënde të mbaj mend që vetëm ke kënduar në për shtëpi, gjithmonë. Dhe nga kjo ka marrë shkak edhe na ka çuar bashkë me Marinën. Marina s'donte, po na çoi së bashku, se kudo ishim së bashku, në kanto, në shkollë të muzikës. Pastaj më thotë edhe që gjithkohës nuk të pushonte goja, asnjëherë, kam qenë gjithmonë, e thon kështu shqip, llafazania e shtëpisë. Kështu që kam përshtypjen se jam siç jam tani, kam qenë edhe e vogël. Po unë kam pas qenë fakt e vogël të isha mësuese. Nuk e di pse gjithmonë i thoja njerëzve, unë do bëj mësuese kur të rritem. Po nuk u bëra. Je bërë një lloj mësuese për gjeneratat e reja prezente. Faleminderit, e vlerësoj. E shoh nëpër fotografi që prezantimin e ke filluar në moshë të re, apo na flet pak për fillimet e karrierës këtë drejtim? Po, kam qenë, pra afërsisht sa jam këtu. Këtu do jem duke prezantuar ndonjë gjë nëpër shkollë, se isha unë e para që i merja përsipër këto gjërat, gjithmonë. Nuk kishe frikë asnjëherë nga publiku, nga... Unë kam frikë nëse s'ka publik aty. Do më thënë, aty kam frikë, po nëse më shohin, kam qef, se kam qef të tregoj që dita bëj. Po nëse s'ka, ose nëse publiku nuk reagon, aty e kam probleme më të madhe, më thënë. Më pyete për fillimin e prezantimit. Për 16 vjeç, kam qenë 16 vjeç, të thëmë të drejtë nuk është se u futa në televizion me synimin që unë do bëhem prezantuse dhe nuk ma merrte kurrë mendja që mbas 10 vitesh do isha këtu, që kam vazhdoj ende të kem emision, timin e gjërat e tilla. Por Zoti donte kështu, besoj fati, besoj edhe puna, absolutisht, se pa punë nuk arrihet asgjë. E një orë për publikun u bërë Sivelin në Top Channel, ishte Marina e para, nëse nuk gaboj? Ishte Marina 2 vjetë përpara meje. Pastaj ndodhi që mua më zgjodhen, ndoshta as këtë se kam thënë në fakt, që po e them për herë të parë këtu, në një parukeri që kam shkuar shpesh për të krefur flokët, se kam pas flokët. Kjo ndodhte gjithë ndokat. Po. Joni Peçi. S'ka as konkurse, nuk ka as. Po, nuk ka as konkurse. Jo për velin. Joni Peçi më zgjodhi për modele. Dhe më bëri fytyrën e parë të tij në koleksionin që ai nxorri atëherë. Kështu që unë detyrimisht dola në shumë kopertina, në gjithçka marketingu që u bë atëherë sfilatës, dhe në një kopertinë
të një reviste që ka qenë shumë e njohur atëherë, më shohin të topit, edhe i thonë Marinës, kjo me mbiemrin Vjollca, çfarë është? Mbesa, çfarë? Jo, thot Marina, motra ime e vogël. Sillë urgjent këtu në punë, edhe kështu nisi që unë shkova, edhe pse aso koha nuk e mendoja do televizionin, e kisha shumë qef pjesën e modelingut, po shkova, Cili ishte emisioni ju t'i pare e mbarë? O, zot, ka shumë emisione edhe që unë vuaj nga memoria, Kaltrina. Emisioni më parë ishte E Djella. Ishte E Djella, kam prezentuar një pjesë timen, se E Djella është një program që zjat shumë orë, që kam prezentuar një minutazh timin atje. E di që kam pasur pak vështirësi atëherë, po ja kam dalë. Sa dini motrat më të përfolura edhe që dukeni shumë bukur të dyja në prezentim, a mendon që a ja zgjat Marinës dorën për prezentim, apo thua që unë jam në prezentim njësh? Faleminderit. Po du mi shti pak motrat më grinë këto me bo shohë. Jo, të them të drejtën, po mos kishe qenë Marina, po mos kisha hec deri në një pikë tjetës në hapat e Marinës, kam përshtypjen se asun s'do isha këtu sot. Që po që ja zjas dorën, kapelen dhe gjithçka tjetër e Marinës. Ju shiheni se jeni shumë të lidhura mes vete, kaloni kohë me nënën, ju shoqëron çdo herë. Si ndjeja janë ato fillimet kur ju filluat këtë karriera, kishit mbështetje nga prindrit? Nga mami, se mamin kemi, dhe më thënë. Në fakt, mami ka qenë shtysa e parë. Dhe më thënë, Marinën e ka marrë kështu nga dora, edhe e ka quajnë në audicionet e Velinave atëherë. Edhe pse s'mund t'ja merr të mendja asnjëherë, Marina ka qenë edhe më vogël se unë, 15 vjeç, që mund të fitonte Marina, po mami e kishte atë grimtën, atë besimin gjithmonë e ka pas. Edhe pse kur ka qenë re për vete, ka qenë artiste, ka kënduar në shumë festivale të ndryshme, kështu që e don skenën, e don artin, dhe besoj që ka qenë shtysa më e madhe që ne sot jemi këtu. Jemi vërtet pandashme, jo vetëm me mamin, edhe me motrën që e kemi jashtë, edhe me mbesat, jemi 8 femra që tani jemi bërë njëra më gjatë se tjetra dhe s'kuptohet a jemi mbesa, çfarë jemi, po kur mblidhemi me gjitha bashkë, na duke kështu si shoqëri. Më fal, fole vetëm për nënën, nuk pe di këtë pjesën e... Është një pjesë që në fakt dihet, babaj nuk e kam. Më vjen keq. Faleminderit. Se kom ditë, më fal. Më vjen shumë keq. E ki edhe një motër, Luan, që jeton në Belgjik. Po. Sa komunikon me to, sa shpesh shihesh? Pa fund. S'kishte as ditë që ishte, se kishim ditëlindjen e mamit, edhe unë mblodhem sërish gjitha së bashku për të festuar, se ndodh që sa herë ne kemi ditëlindje, do vi surprizë nga jashtë bashkë me mbesat, e do festojmë gjitha bashkë, pastaj do ikim. Kështu që nuk ndodh asnjëherë që të na kalojnë ndonjë festë pa qenë bashkë, edhe nëse nuk kemi, jemi kështu me kamera. Duke folur. Atë kritikon pasi që është motra më e madhe, dhe zakonisht motrat e mëdha janë pak e luajnë atë rolin e vllaut në për familje. Të them të drejtën, Lali, se Lira e ka emrin, po unë thras, ne gjithë që të vogla e mësuar që ta thrasim Lali. Gjithë jetën unë e kam parë sikur ajo zë mëson pjesën e babait. Gjithmonë ka qenë ajo që nëse thot mami po, duhet patjetër me pyet edhe Lalin, që ta thotë Lali po, se për ndryshe nuk bëhet. Kështu që nuk është kritikuese, është, nuk e di, nuk mund të flas për Lalin, është njeriu më i mirë që mund të ekzistojë në botë, sipas meje dhe sipas çdo njeriu që e ka takuar. Po, është shumë mbështetëse, shumë, nuk e di. Sa i rëndësishme për to, e ka qenë në zemrën me të thonë? Është shumë e dashur, Lali është shumë e dashur. Do më thënë edhe nuk kalon mesazh pa të shkruajtur në fund dujet. Nuk është se flasim ndonjëherë pa ma shkruajtur atë fjalë. Te na e ka dërguar një letër për ty, Lali për i Belgjikës. Po me Lalin si kontaktuar. Ti pa në ato punë. Okej. Jeni sigur që ka shkruar Lali? Po si s'ma ka thënë. Do e lexosh ti se nuk di të lexoj për vete. Ani ti që prezantuese po, çam i bo. Për vete nuk kam lexuar ndonjëherë, është kështu. Të ma lexosh? Nuk po ta prishi. Se për vete nuk di të lexoj. Luana je për mua frymëzim, dashuri, diell. Të adhuroj për këmbguljet që ke kur dëshiron të arrish diçka e arrin gjithmonë. Je një shembull i mrekullueshëm për mbesat e tua, të falenderoj për këtë. Jam krenare në maksimum sa ke arritur me vullnetin tënd të hekurt në punë e në çdo fushë të jetës.
Mendoj shumë njerëz do të dëshironi një motër si ti. Megjithse je më e vogla, je humori e familja jonë. Nuk do ishte komplet pa dashurinë e pozitivitetin e inteligjencën tënde. Jam më e lumtura e botës që jam motra jote, edhe pse je larg, ti edhe pse larg ti më ndodhesh gjithmonë pranë me energjinë e pjekurinë tënde. Love you pafund Lali jot. Dur shumë, Lali. Këtë mbaj kujtim edhe nga. Është jetë, do e mbaj kujtim patjetër. Faleminderit shumë. Ta se je humori i familjes, sigurisht je ajo që i ngjall të gjithë kur hin në shtëpi dhe fillon ti. Në fakt, jam pak e çmendur kur vje puna për festa familjare ose edhe nëse nuk është fest, nëse unë jam me nerva, ka diçka që nuk shkon, përqendrojnë gjithë tek unë që të më bëjnë më humor që unë t'ja nis pastaj. Po këtë pjesën se kam zbuluar akoma kështu në ekran, se pastaj do thënë kjo që nga mirë. Kështu që se di Lali është jetë. I ka 3, ka 2 binjake, edhe Jorin që është këtu. Janë krenaria jo, nuk di, do më thënë, unë gjithmonë nuk e dija që kjo intervista do bazon të ka shumë familje, se në 10 vjetë që unë tani jam pjesë e ekranit, në intervistat të pakta që kam bërë se nuk i kam shumë dëshirë, është edhe kjo pjesa pëse kam dëshirë, se nuk ti të flasë për familjen time. As nuk dua, nuk e di, më duket një gjë shumë e shenjtë që dua ta mbroj, ta mbaj aty, edhe ndonjëherë ndoshta e gaboj se duhet t'jesh pak më hapur, sidomos me fancat që të ndjekin, të shohin, duhet ta shohin pak shpirtin tënd si e ke emocional, po unë tentoj, kam frikë se nëse më hyn aty më marri një pjesë shumë të dashur tjetës time, edhe unë dojmë që si jetën private, si gjithçka ta mburoj komplet me mure. Lali tha se je frymëzim për mbesat e tua. Është ashtu, do e ndjekim edhe një video tjetër. Okej. Mos. Hello! Shpirt, doja t'jesh me të thënë që t'jesh një superwoman, të admiroj për çdo gjë që ki bo në jetë, që ki arrit në jetë, që po arrin. Jam super krenare për ty, Shpirt, jam e lumtur që mund të quaj tezja ime. Je kaq shoqe e mirë, motër e mirë për mua. Edhe don Zoti arrin gjithçka që dëshiron ti në jetë, sepse e meriton e pse se punon fort. Edhe tonë Zoti një ditë, po gjithçka çdo ëndër që ke realitet. Somi. Okej, Zot kisha ardhur ke emision. Bëra gabim. Faleminderit, janë emocione shumë të mëdha. Të them të drejtën, Jori është krenaria jonë e familjes. Jo që dy të tjerat janë, se janë, po ka një karakter shumë të fortë. Na ka ngjarë ne nga karakteri, është shumë e fortë, shumë e vendosur. Që e vogël është dalluar që din çfarë do në jetë, të thot fjalët dhe nuk ka kthim mbrapsht, ose ndonjëherë të kritikon dhe e kritikon me bazat, nuk është se ose të komplimenton, po kur duhet, është nuk e di. Nuk kam fjalë të flas, as për edhe mbesat e tjera janë Kledi dhe Klevi, janë binjake, janë pafund të talentuara. Dhe e di që besoj së shpejti dhe ja dëgjojmë zërin edhe emrin e ka talent. Janë të talentuara të dyja, po për këndim Klevi është më presim edhe këto teknikë. Janë jashtë, janë duke marrë me punë të tjera se normalisht jeta jashtë është më e vështirë se sa janë dhe vetëm, kështu që nuk e di, nuk kam fjalë për të thënë çfarë më sollët. Jemi të pafund të lidhura, domethënë nuk besoj se marrëdhënia teze dhe mbes nuk është si marrëdhënia teze dhe mbes, nuk ka ndodhur njëherë që të më thonë teze, madje kur jam qenë e vogël, nga që kam 3 vite diferencë me Jorin, nga që doja të ndija pak më madhe i thoja në syt njerëzve do më thuash teze, po nuk ndodhte se kemi qenë gjithmonë si shoqe, si normalisht që gjithmonë i kemi mbajtur si më të vogla, po tani janë rrit, janë bërë bukat e dheut. Jori ka shumë fanca, edhe Instagrami është bërë sikur është pa fund nga 50.000 njerëz, kështu që nuk e di, janë frymëzimi im më i madh. Nëse nxjerr unë diçka, një këngë ose një emision, ose ti nuk e din çfarë bëhet në telefon tim me frymëzimin që më japin si Lali, si mbesat janë. Sa ju mungon familjen një mashkull, Leona, pasi që e din edhe vetë më kam prit që po dal djallë, mashkull, po i surprizova. Po dola dhe unë vajzë. Sa ju mungon kjo, ka thonë Ernona që
Të them të drejtën nuk është se më mungon. Nuk është se ja kam ndjen ndonjëherë nevojën të kem një vlla, ose normalisht çdo njeri do që të ketë ti provoj gjitha ndjesitë, të thrasin ndonjëherë bab se është ndjesi që duhet ta provosh apo vlla, po kam qenë e plotësuar, nuk di si ta shpjegoj Kaltri, nuk është se kam pasur një moment që të them se nuk kam një vlla ose një burr në familjen tonë. Kështu që edhe pse jam Kur do të vjen mirë se vjen. Këtë pjesë. Tani kur do që vjen për mua apo Për ty po do. Se unë u vlisja për familjen. Po. Ajo është pjesë tjetër. Okej, po kthehemi te muzika. Po më tregon pak për plane, në fillim më duket të ke fillu si hobi, pastaj për shkak që të ka një kogjan qef muzika, ka nga fundit. Shumë bukur, jo, shumë mirë. E ke marrë më me seriozitet? Të thash Kaltrin që gjëja e parë që unë kam bërë në jetë është shkolla e muzikës. Do më thënë si pjesë e artit, se normalisht që ka qenë dytësore, se unë kam qenë duke ndjek një shkollë normale, si çdo fëmijë, po kemi bërë kanto me Marinën së bashku, donte që të shkëpusnim për shkak se Marina nuk është se e kishte qef, edhe unë si e vogël kam qenë gjithmonë që çfarë do të Marina do edhe unë. Që kam krijuar një karakter tim tani. Kështu që u shkëputëm të dyja dhe për arsye tjera që shkuam jashtë, gjëra të tilla. Kështu që ajo ka qenë hapi i parë që unë kam bërë për të thënë kështu në fushën e artit. Pastaj edhe kjo tjetra që erdhi si prezantim apo si pjesë e televizionit Top Channel, erdhi rastësisht. Kaluan vitet pa kuptuar, në një moment kuptova që ose ndjeva që mund edhe të realizoj, të vazhdoj pasionin ku e lash. Ndoshta kjo edhe nga këmbgulja e madhe që Lali ka, që unë të merrem me muzikë dhe vetëm me muzikë. Kur po thua kaluan vitet pa e kuptuar, njerëz kanë me mendu që i kiku me ditë sa vjet tregoju sa vjet që je. Po kaluan 10 vjet, 25 i kam, po kaluan 10 vjet në televizion, po kaluan vërtet pa kuptuar. Unë fillova heca, prezantova shumë emisione, me atë adrenalinën dhe qefin që më përfshiu nga televizioni, nga ekrani, dhe nuk e kuptova asnjëherë që po kaloj kaq shumë vite dhe po jepem shumë nga një fushë. E lash bazore këtë pjesën që e doja, dhe kur u riktheva njerëzit ishin mësuar, kur unë ja nisa ishin mësuar dhe më shihnin në ekran si një prezantuese, tashmë të zonjën, se e kisha krijuar personalitetin tim, dhe nuk e pranuan asesi këtë pjesën tjetër që gjithsesi gjithkujt ju duk plotësuese. Kështu që po e vërteta është që është pak mbrapa situata. Ka nisur ndryshe. Okej, a je të përgatitur tash ndonjë këngë të re apo je zonën me punën? Kam qenë fakt të thënë të drejtën me sezonin e ri televiziv të programit Palimit që kam Top e zënë. Sepse është një program që tashmë e kam vetëm, është second time, late night show, kështu që do përgatitet mëdha, është 90 minuta, ka shumë lojra që unë jam pjesë e tyre, edhe të thënë të drejtën ma zen një pjesë të mirë të kohës edhe të javës. Megjithatë, unë vi shpesh në Prishtinë edhe për shkak se po punoj në disa studio këtej, kështu që jam paralelisht duke punuar, po nuk është se kam diçka momentalisht konkrete. Besoj që mund të punojmë për verën, më shumë po punoj për sezonin e verës, pasi më duhet të alternoj. Marina, na intereson kjo pjesa e këndimit, kina me mujtë me po, na i duhet me gjetin. Jo, nuk besoj. Të thash, që e vogël ku ishim në kanto, ishte ajo që mbasi bëm festivalin tonë të parë, edhe që pritëm çmimin e parë, se gjithë na thonin që ju do e fitonit. Po, edhe një gocë 2 vjeç, dhe na e mori, se ja u dhanë asaj si më të voglës. Nuk është gënjyem, po Marina nuk është se donte më të vazhdonte, dhe unë ta shpjegova që, do më thënë që aty Marina nuk është se kishte qef të madhe, dhe pse ka shumë vesh muzike, dhe realisht ndodhë që si këngë të Getit, apo të mijat, apo kur Marina thot që kjo do jetë hit, ajo bëhet hit. Si ke raportet me Kunatin, me Getin? Shumë të mira. A keni gjuhën e përbashkë me qenë se dhe nga Kosova dhe... Tani... A keni probleme në komunikim? Jo, kuptojme, shumë të mira. Ditëve të fundit nuk po moj pa e kalu edhe këtë lajmë që u përfal për shtatë zanin tonë dhe... A pju të regon, a djale a qik? Vëllaj... Vetëm tull. Vetëm ushqim, dhe asgjë tjetër nuk ka këtu. Kështu që
ta tregoj, bëra emisionin para 2 ditëve, regjistrova, edhe mu dëshi të hapja me këtë fjalin që njerëz që të soni, unë thjesht postoj këto fotot, nuk e rregulloj, çfarë të bëj, nuk e fsheh këtë barkun. Kam vendosur pak bark se haj pa fund, kam arritur 66 kg, po ç'të bëj, do e heqim dhe nuk do jem më shtatzan. Kështu që këto lajme Luana nuk është shtatzan. kanë filluar të bëjnë shtatzan të gjithë njerëzit, nuk e di pse. Nuk guxon njeriu të ketë bark. Gjithashtu përfol edhe për pagesat që i menit edhe Marina, sa është e vërtet. Ajo ishte super e gjetur, se diku si ka shku mendja, po se diku që bëm këtë lajme një. O zot. Unë kur i pash ato lajme thash të lo punën, me tregun drejt. Ne marrim më pak, po çfarë thotë, ato janë shumë. Lutem. Kalferi, nuk e di. Këto janë gjëra shumë private, nuk e di se si edhe mund të thonë që është marrë informacioni. Megjithatë çdo kush e ka dëshirën e vet për shkruajtur çfarë do lloj gjëje. Shkret ata që i besojnë, edhe që e mbushin kokën me informacione të kota, se vetëm po mbushet koka me informacione të kota, kohët e fundit edhe magazjet plot. Po, shqyr ne që se kemi aq, edhe kemi më shumë. Më trego kur hapet një konkurs do të vijë dhona. Mund të bëhen audicione. Luana, faleminderit shumë sot që gjetët. Mbaroj, Po, mbaroj. Unë isha përgatitur Po, për pyetje. u kënaqem shumë prandaj. Faleminderit shumë, ishte shumë Faleminderit kënaqësi. ju, Kaltrin që ta shtupën. Presim prapë në Kosovë kur do të gjejnë kohë. Faleminderit. E edhe na takon këtë studio. Me kënaqësi. Faleminderit ju. Shumë. Një tjetër prezantuese seksi vjen në Ekspres Roz, gazetarja e sportit Viola Sfiro, e flet më shumë rreth lajmeve që janë dalë për të, flet rreth jetës sentimentale si dhe televizionit. Ajo është një nga prezantueset më të dashura në Shqipëri. Bjondja simpatike u bë e njohur për publikun shqiptar me emisionet e saj sportive. Por me sa duket qasja në fushën e sportit nuk është as pak e rastësishme për të. Për të parën herë në një emision në Kosovë, prezantuesja vjen në Ekspres Roz për të zbuluar më shumë rreth lidhshmërisë së saj me sportin. Unë jam marrë vetë me sport, kam luajtur basketball, babi im ka qenë ish atlet, madje kampion atletike. Kam pak të trashëguar në gjak pjesën e sportit, kam ndjekur pothuajse të gjitha fushat e sportit, luaj tenis, por që futbolli ka qenë pak më rastësi, sepse është një fushë më mashkullore, të paktën përsa mendojnë dhe shqiptarë këtu, sepse realisht jashtë ndjekin shumë femra se sa këtu. Ne jemi të hapat e para, kam qenë ndër vajzat, pak kanë qenë vajzat e para, kështu që tani kam filluar shoh dhe prezantuese të reja që po afirmojnë gjithmonë më shumë në fushën e sportit ose të paktën futbollit. Nuk ishte pak rastësi futbolli, por që realisht tani më jam bërë pothuajse 4-5 vite që po merrem vetëm me futboll, ndaj që nuk është shkencë. Unë në moment që meshkujt komentojnë edhe dëgjoj edhe mund të hyj unë debat me ta, sepse realisht është nëse ti ke informacion të vazhdueshëm edhe ndjek skuadra, ti je pak apasionuar, të ndjekësh dhe ndeshje, sepse nuk është vetëm të lexosh se çfarë ka ndodhur, duhet të shikosh dhe ndeshjet vet. Kam qenë live në stadium dhe i ndjek në televizor, ka raste që mund të ndjek 3 ndeshje njerëz, sa mërzitet mami më thot ama ndryshoj kanalin, të shoh një film. Kështu që është okej për mua. E të qenë ndër femrat e pakta që merren me futboll në vendet shqipfolse. Ka bërë që bukuroshja të paragjykohet në fillim nëse mund të prezantonte një format të tillë. Komentet e njerëzve për prezantimin, por edhe jetën e saj në përgjithësi, që nga kohën kur u bë e famshme, ndonjëherë din të jenë edhe bezdisëse. Ka dhe vajzat të tjera që po merren kohët e fundit, por që unë jam fokusuar vetëm nëse kam prezantuar diçka, ka qenë vetëm për sa i përket futbollit ose sportit, nuk e imagjinoj do të prezantoj diçka tjetër. Ndaj e kam dhe më pasion sepse e ndjek. Jo vetëm më jepet skalet, se atë realisht e bëj vetë, edhe merrem deri në detaje që nga të ftuarit edhe ndarjen e emisionit. Kështu që marr vesh sepse më paragjykojnë vetëm se jam bjonde. Po, më bezdis pa kjo, që jam në qendër të vëmendjes, se do isha shumë tepër modeste nëse do thosha tani që edhe s'më pëlqen, por realisht më ka bezdisur të shumtën e rasteve sepse është abuzuar, jo vetëm është shkruar mirë, realisht nuk mund të them se jam ofenduar apo
është përmendur për keq emri im. Thjesht e shikoj që është her pas here dhe një gjë shumë e vogël që mund të bëj lajm, edhe kjo gjë më ka bezdisur në fillim, tani jam mësuar më tepër, jam bërë pak më e kontrolluar për sa i përket dhe postimeve, saqë e mendoj edhe nëse postoj një gjë ose një pije o diçka, njerëz thonë, "O po piste shumë alkool", më thënë të gjitha gjërat më kanë bërë të mendoje pak më shumë dhe së fundmi më ndihem pak më rehat nëse nuk postoj aq shumë. Kam filluar të postoj më shumë për sa i përket ditës sime kur është me punë, xhirime, ja do postoj një gjë sot që kam një intervistë të dytë për këtë ditë. Dhe gjëra personale postoj dhe ato se jam njeri dhe më merr rutina ose ke dëshirë të shfaqesh her pas here dhe aq më tepër unë që nuk jam person që jam fshehur ndonjëherë ose nuk kam pranuar ose kam gënjur që vazhdoj të jem vetëm, që s'ka mundësi shoh vajza që janë shumë vetëm, më vjen keq për ato që janë gjithkohës vetëm dhe single. Kështu që më shumë kam qenë vetë hapur, kanë abuzuar pak me këtë, ndaj tani kam vënë mend. Jam bërë pak me kontrolluar dhe po shoh që janë okej me mua. Në qendër të vëmendjes bukuroshën e Vurit disa herë dhe vazhdon akoma edhe lidhja e saj e dashurisë dhe udhëtimet e shumta që Viola bën jashtë shtetit. Po, se di në fakt që janë marrë vetëm me pjesën e udhëtimeve. Janë marrë shumë me pjesën e udhëtimeve kohët e fundit. Bërë më shumë përshtypje, ose di, kam pa dhe shoh njerëz që kanë udhëtuar shumë se sa unë. Unë kam pasur një shkëputje nga televizioni dhe kam pasur më shumë kohë të lirë dhe kam mundësinë të udhëtoj më shumë se sa do donin edhe të tjerët. Ndaj nuk s'jam marrë shumë, se di nëse janë marrë kaq shumë me këtë, e di që janë marrë gjithkohës, por që kolazhi ishte vetëm për sa i përket 4 ditëve të vitit të ri dhe kam bërë shumë kolazhe, po ai më duk më i bukur dhe postova. Besoj se ende jam të marrë me mua e të dashurin tim, kam 2 vite gjysmë që vazhdojnë merren ai ka se ka. Nesër. E komentuar gjithashtu në faqen VIP-at e bllokut. Spiro shprehet se tashmë nuk shqetësohet për komentet, por nuk ka dashur që të mërzitej nëna e saj, ashtu siç ndodhi disa muaj më parë, kur ajo reagoi përmes një statusi. Pas Krishtlindjeve, para se të ishte viti i ri dhe sa shkojnë në dhomë nga rruga e gjatë, më vjen mesazhi petrulës edhe çfarë kishte shkruar mami, u mërzita pak për mamin, sepse e vua në momentin thotë që ti je natyrale dhe të quajnë për mashtruese, se nuk është se çfarë mendojnë ose çfarë thonë ata, po ata në momentin që ti thua nuk kam bër, të thonë të kundërtën ndaj që je mashtruese. Mua më kishin nxjerrë për rregullimin e dhëmbëve, që unë dhëmbët mund të kem dëmtuar edhe në basketboll dhe i kam bashkuar këta pak para. Komentet ishin shumë pozitive nga të gjithë njerëzit, pash që ishte madje do thosha që pse kot se nxorën se dolën keq ata. Dhe në momente të tjera më kanë nxjerrë njerëz edhe për buzët, nuk e di a shef mirë ti i dallon buzët. Po të shoh edhe të dalloj. Po, edhe ata që i kanë bërë dallojnë, po thjesht nuk i intereson ta mendojnë ashtu. Ndaj që nuk e mendoj si incident, më ka mërzit në fillim, tani jo, dhe mami im ka dash të reagonte vetëm të shfryhet, sepse i vjen për momentin, më vonë mund t'i bëj pishman, por prap e drejta e saj. Përveç modelimit dhe prezantimit, Spiro ka një pasion të fshehtë. Gatimi më pëlqen, më qetëson, kur kam kohë, ma duhet të jem mirë edhe të kem kushtet. Specialiteti yt. Lazanjat, edhe keku me karot. Është pak i rënd, por që... Korçari që je në fakt. Po i lakror. Byrek, jo, nuk di të hap mirë petët. Nëse i marrë të gatshme, po. Ja, vetëm gjë që s'di të bëj, s'kam hapet. Pas një pauze, Viola është rikthyer në ekran tani me një emision ku analizohet çdo gjë rreth kampionatit shqiptar të futbollit, me pamjen e saj dhe ëmbëlsinë që e karakterizon. Bukuroshja do të bëjë që edhe ata që se duan futbollin të dashurohen në këtë sport. Pa nënën ban titullin kënga e fundit e publikuar nga Kolo Roshi. Këngëtari vjen në Express Rose për të folur më shumë rreth jetës dhe kësaj këngë mjaft emocionuese. Çdo nënë në botë është shembull i mirë i dashurisë, kujdesit dhe përkushtimit. Për të janë thurur vargje e këngë të shumta duke ia shprehur dashurinë gjithsecili në mënyrën e vet. E një këngë tjetër e veçantë vjen edhe nga këngëtari Kolo Roshi, i cili ka prekur zemrat të gjithë atyre që e kanë humbur nënën. Kënga e titulluar Pa nënën e ka emocionuar të imase këngëtarin i cili për Express Rose ka treguar se si erdhi deri tek realizimi i këtij projekti. Në fakt unë kam pas, më thonë ishin këto gjejmet e vitit të ri, edhe temra kam. Unë kam pas një këngë ritmike, me realizu mirë, po
Rasisht, Iliri tha kolli gjaj që të kom, që është për doket, edhe më pëlqej tepër. Thot, kishe binë me se qatë ti që e ka marrë demon, që e kam përnu dhe thot në studio, dhe më thonë paka shumë mamë për shtatit. Jam nisë, dhe thot mas 2-3 ore, kam marrë rrugën pjo për Kosovë. Edhe dikun kur kam rrinë ka Kroacia, kam thirrë Ilirin, kam thonë Iliri, unë jam rrugës. Jo, po thas se kam kuj strofën e dytë hala. I thash, ko ki boz, krye edhe se po du me njerë me realizu se ashtë shumë që më pëlqej kënga. Kjo këngë e cila në mënyrën më të mirë shpreh dhimbjen ndaj humbjes së nënës, nuk ka të bëjë as pak me jetën personale të këngëtarit. Por ai thotë se ka kënduar me plot emocione, madje ka emocionuar shumë edhe nënën e tij. O, dhe ka kajtëm, ka thirë, të gëzovë zemra, du shumë, më thonë edhe komentet e sajnë në internet, si në Facebook, publikisht. Që mërzit nga shumë dhe të pos nënën gjallë, se unë është nga dhe me ndjenje, unë s'besoj që ka këngëtar që nuk shtimet të emocione dhe se ndjenje kur ta interpretojnë ose këndi kom. Mirë po, është kënga tepër prekse për njëmi tem, edhe që se loj teme që shka dit Iliri me thurë është ti krejt mi ke mësu, se nuk e të regu pa ty që shme jetu. Kjo është një. Këngëtari shqiptar që është rritur në Amerikë dhe prej 7 vitësh jeton në Zvicër. Për emisionin tonë zbulon fillimet e tij të para dhe problemet që i shkaktonte të atit, duke interesuar për instrumentet muzikore. Ta ka dzej tamam kështu, babër muzikant, dhe thot fizarmonikash, fizarmoniks, mosh tela, shakiqe që bëjtë të qenë folklor. Jemi konë dhe thot me një banes në Zvicër si të bënë të ora 9, dhe thot s'ku dzënë më me bënë alarm. Edhe prindit thot baba ka pas një synth, një keyboard, e ka pas gjithmonë në dhëmë pritjes. Edhe bleke me një shashaf. Edhe tash kur ka leke ora 9, s'ku zekë me bënë për tjerë, i qitë kja të kufjet, edhe bajke muzikë. Unë si i vogët, e më në klasën e parë muzika bërë. Shumë i vogët. Më doke interesant, lujshim atëra konë faza Sega me lujte Super Nintendo, Super Mario, qek më dhe. Edhe, ja për qëllë shagishta, të atin që apo banë, si njësëm në këtë shkoj ke baba në punë, unë kur këtë visha për shkollë, edhe shkisha ka pak. Atin që të isha haber, po t'ja për qëllë printit më ndaj gishta. Që ashtu edhe baba ma i kënë rëse ke preke momës, kush po të më preke? Sintin. Ajo e thëjke kula. Atin e preke të vësë, aji ishtë të lovat këtë të një mreq ke rikë, ma të që ka pasë të njyra të të edhe me kohën tani e ka pasë se s'po mu mu largua, gjithmonë te preket dhe prek, ka shku ma kabina, ka pasë një mini keyboard që ka që vëllë. Edhe më ta lambada që në konë këtu sambaj, në konë këtu valce, me qëto të kanë fillune. Edhe jam këmistu u zhvellu, jam i shku tani kurset pianos aty, privat, po ashtu dhe solo këndim. Mandej prej vitit 2005, do të të kongën e parë kam pas Milijen, do të sa po bëhen 12 vitet ashtë. Edhe kështu kam vazhdu të jetë tani. Edhe pse shumë aktiv në skenë, këngëtari e sheh si problematike të jetuarit larg nga Kosova sa i përket muzikës. Shumë akallaj është në Zvicër, se Zvicra, ose thuja, Evropa është shumë akallaj për muzikë, se të isha në Amerika, pun Kanada, për di ma larg, shka filltimi. Nuk është edhe e letë, sepse po duhesh me utu shumë, kuptohet se kish penzime ma shumë, qoftë intervjist, qoftë me nëqezu vokalin një këngër apo projekt, për me kompletu. Është me kohën në lotë, mirë po vullnetin, kur ta ki të mirë, pozitiv, dhe me arrit diçka, prapë se prapë shpërblesh. Apo të atërë muzikën e kam pas jam, kështu që unë zbanë më lotë. Pas projektit Bananën, këngëtari që preki shumë zemra me këtë këngë, gjatë sezonit veror do të vijë me një këngë shumë ritmike. Ti krejt mi ke mësu, se nuk e tregu, pa ty qysh me jetu. Këngëtarët shqiptare çdo ditë më shumë po depërtojnë nëpër skena ndërkombëtare. Pak ditë pas i publikoi këngën e fundit e Raj Strefi, publikoi këngën e Dafina Zeqirit dedikuar skenës ndërkombëtare. Po sa po pëlqejë tek ne shqiptarët, e shohim përmes Vox Pop.
Era edhe Dafina kanë debutuar në tregun ndërkombëtar. A i keni dëgju këngët e tyre? Po, edhe të era sidomos më ka pëlqyer shumë, e drumi. Edhe që 2 vjetë, se di sa u bë që s'kanë qitë kongë, edhe kjo ke diçka e mirë. Unë që kom na përfaqësuar mjaft mirë. Po e Dafinës? Dafinës, s'm ka rarë rasti me dëgju, vish kom dëgju prej shokëve edhe prej rrethit që ajo është kongë e mirë. A dini titullin e këngës Dafinës? Jo. Cila ju ka pëlqyer më shumë? E Dafinës. A i del titujt e këngës? Po, Dafina është Four Season edhe era është... Nuk më kujtohet erës. Ama e Dafinës së bërë shumë marrë mirë. E Dafinës? Që shi kanë titujt? Four Seasons, e Dafinës e erës Red Rum. As nuk i din titujt e tyre? Jo. Faleminderit shumë. Muzikat e na është shumë e okej që ajo është qa mëjmë të thonë. Jo. Pse? Nuk interesuana me këtu shqiptare shumë. Së më karami, këqyrë që tash, kohë të fundit. Shumë kongë pa lidhje. Titujt, veç traj. I kom dëgju 2 atë, cila është më e mirë të më thona? Është Dua Lipa Thinking About You. Cila ju ka pëlqyer më shumë? Erës. A i dini titujt e këngëve? Po, Red Rum edhe Four Seasons. A i dini titujt që shi kanë? Qëto të rejen nuk e kënguar. Veç ato bon banë. Okej, faleminderit shumë. Jo. Cila ju ka pëlqyer më shumë? Si di, 2 jatë mira. Që shi kanë titujt e Denis? Valla e njona erës e ka Red Rum, atë tjetërën si di. Faleminderit. Po? Cila ju ka pëlqyer më shumë? Asnjëna. Për mendimin tam Dafinës më e mirë. Që shi kanë titujt? Red Rum, edhe erës, që shke erës se kom dëgju fare. Jo, nuk e kam dëgju. Pse? Nuk më ka rastis, puna me dëgju, nuk e kam dëgju, nuk e di. Jo. Pse? Së më intereson asnjëna. Këtë javë në inë ndaut vinë 2 anëtarët të grupit Manjakët e Modës të shohim së bashku preferencat e tyre. Përshëndetje, unë jam Vesa Krajkova, bashkë me Florentin, prej Manjakëve të Modës, sot kena mi vlerësu, ose në fakt kena më konë kritik të modës, e se kena shumë shtirë se na thuj se çdo ditë i kritikojnë artistat. Okej, të shumë Vesa na kam përzgjedhur me vlerësu, të shumë fotografinë e parë. Zamfina, motra Adelinës, ha? Që është e cilësume. S'po di qa me thonë Vesë, nësja ti se... Na jem në fakt kena rritë me Zamfinën dhe Adelinën, po kove të fundit Zamfina mu është kam do këtë shumë out, edhe që të rrypat të ndaj që po bënë, që të fustan që pas ka vesh Zamfina mu, personalisht nuk më pëlqen heq, edhe one për veti e vlerësoj me out. Valla, Vesë po pajtona dhënë me ty, zi së është të më pëlqen ashta, s'pë di au konë të dollë ditën, natën, nuk pëdi, veç që më përgjithsi asë nuk është diçka që Zamfina në eru për folë, për një veshje, ose për që u vlerësu diçka që kalon, do më tonë për shtypje në bas stilit, kështë që edhe që to flokë më doke që nuk janë më Okej, out. Ziki e, okej, e këshirëm Zikin. Me të kalëzu drejtën, Ziki bashkë më kalon për shtypje një spot fundit që ka me Kidën më s'ka bofsha. është një pjesë i veshëm bardhë, që aty më ka pëlqy shumë, po qëto edhe pse me trener ka do më thonë është gjatë ditës të dalë dikën, po s'kisha me thonë se që kjo qancë është të më pëlqy, as ora është të më pëlqy, se që kjo orë nuk është të shku me qitë veshje, po më doket mu, bazë me njëmi tem, kështë që vesë qa për thuti? Valla, muzikja qëllon ka njerë shumë më pëlqen, po në qëto trener kam i qëto vja unë për veti hitë së viduroj edhe qëto qonta, pa jatë mu kam po. Edhe s'po më pëlqen që ka vënu mas pari, edhe s'po dija e ka bo për trepa, veç për fota, u konë për dollë. Po s'kisha me thonë që është ten, definitivisht out për mu. Shpesh erë më pëlqen, po mas i kena me komentu që të foto out. Out Ziki, na falë Ziki, out. MC Beka, okej, një ndër reperat më të parë, shqiptar. Unë e menoj që kjo Bajagi ka bu do vjetë visë. Po, valla, ko qa. Edhe hiq se ka lëshu, po më do këtë hajdo, e ko qatë shpirtin e... Po më pëlqen shumë stile që shuvesh, po më pëlqen trener ka të ekstrem, po më pëlqen kombinimi patika me majicën sidomos, plus, a është përë që aty? Po. Po, që të qysh do një adhon Edhe une, Beka është Beka, më do këtë qatë që vesh, është Beka dhe i nga ditë me Bekën. Beka.
Majki. Majki është i ri edhe s'pëti, ja qëllon shumë shpesh, e di që edhe besa shumë djemë grupë të natë, manjak modës e kanë edhe idol, edhe munon mu vesh si kë, edhe po më pëlqen që to farmir ka të shkime po bëhen, jo këna mirë, modeli flokëve mirë, Alen, këna shta e vlerë të mirë. Do të për model flokëve gjithë që shenë, se e kena gjajshëm, bu një avo aut, të delë që edhe një maut. Shtë që për flokjem, po ves mus është të më pëlqy që kë kombinimi që ka vesh s'maic nuk është të më pëlqy, që ke maic me stjokne. është ro shumë kontrast po më doket për menimin tem. Shumë mirë është doke të ishvesh një okne të zezë. Ose një të lekurës në Ose të lekurës ishtë doke shumë mirë. Kështu që në përgjithësi është tem, po që të foto valla vesën e auto në një avon. One për jallo in? Out. Ves, fol. Së t'ja që me thonë, Leonorën e marëm shembull gjithë shka në grupë, po folje shumë për grupin, po s'po kom qare pa e për men. Leonorën e dojna shumë, veshët gjithmonë shumë mirë, shumë zoj. Qka të veshëm do këtë i ka hije, gjithë shka i ka hije, kështë që për mu Leonora gjithë, edhe gjithë ka më konë. Paj për mu, që të shumë mirë është ka dohet ekstrem mirë edhe më lem përshtypje shumë, kur e shumë Instagram edhe kështu në për spote, në për intervista që më gara. Edhe gjithmonë Leonora Jakupi është një këngëtare që përflitet për stel, për veshje, kështu që edhe që të foto po mënej që është të doke ekstrem mirë, shumë mirë. Nuk bën shumë eksperimente, rinë gjithë të vetja, e njupëm gjithë që është si Leonora, a i pa ja po ftyrën e dina gjithë Leonora. Po, edhe mi jam shef ftyrën stash, ma shtak shumë mujt me identifiku që s'kjo është Leonora. Kështu që Blerim Destoni ka shumë i komentu, po gjithësysh vez. Blerimi tepër është i komentu, edhe tepër shumë e dojnë, në grupë është një prej personazheve ma dashuna për neve, edhe muj me thonë që Blerës që shumë ja qëllën, i pas ka vesh një parë farmi ka qelë, ka një majic jokna perfekt është të i najtë, edhe pse mu kur s'ma kish marrë manja me vesh një si gjyre, se di, po më duke që pas ka eksperimentu pak nëse më me thonë që ashtu mu po më pëlqen, blerimi është blerim edhe... Mu blerimin përgjithsi që më bjerë ves me po, më pëlqen zakonisht kur veshët kitë zë dhe më pëlqen që më lem përshtypje është kur i kombinoni por patikat kuqe. Kretë zë veshët e patikat kuqe më lem përshtypje shumë, po që të stavarmer ka hecjen të më pëlqy, hecje që edhe patikat. Patikat s'u ja shumë, po më Jo, duke jam pas ka t'y Adidas. të identifiku, po Gjizi i ka mot, nuk janë të më pëlqy, nuk e di pse. Nashta që kanë dojnë pak të modë, Nashta kanë dojnë shumë, edhe stafarmer ka breves hecjen të më pëlqy, nuk e di pse, dyqysh këti s'kisha menu kër një adhonaut, po valla sa jere shumë asë. U kryve sa, aji e kena bu shumë gjurëm për ta. S'na dhim të shumë. Për roz, nëse mujna me vlerësu roz, valla shumë menës. Për venin tonë një ndë revisionet më të mira. Më të mirat. Roza N. Shikues të dashur, këto ishin të gjitha që kemi përgatitur saj përket kësaj jave. Unë ju falenderoj nga zemra që ishit me ne. Deri në javën e ardhshme, mirë mbetëshit.